Era e pamundur të mos e ndjeje peshën e asaj që Piper po thoshte. Zëri i saj ishte i ulët, i matur, sikur çdo fjalë të ishte zgjedhur me kujdes për të mos u thyer. Ajo vazhdoi të fliste ndërsa era e ftohtë e tetorit kalonte mes varreve, duke përzier gjethet e kuqe dhe kafe rreth tyre. Rreth 6 muaj pasi jatë vdiq, fillova të shija një grua, tha Piper ngadalë. Në fillim mendova se po e imagjinoja. Mendova se ishte truri im që po krijonte gjëra sepse më merrte shumë malli për të. Por nuk ishte imagjinat. Silas e shikoi pa e ndërprer. Çdo instinkt i tij i thoshte se ajo që po vinte më pas nuk do të ishte e lehtë për t'u dëgjuar. Ajo vinte gjithmonë kur isha vetëm, vazhdoi Piper. Nuk fliste. Vetëm qëndronte dhe më shikonte. Flokë të errët, fytyrë e zbeth. Her pas here mendova se ishte ndonjë kujdestare ose dikush nga lagjja. Por ajo zhdukej gjithmonë përpara se të mund të afrohesha. Zemra e Silasit filloi të rrite më fort. Ai kujtoi fotografin, figurën e turbullt në sfond, gruan që dukej sikur shmangte kamerën. Një ditë e pash më qartë, vazhdoi vajza. Ishte pranë portës së parkut. Ajo më pa drejt e në sy dhe u largua shpejt. Ajo ditë ishte hera e parë që pata frikë. Frikë nga çfarë? Pyeti Silas me zë të ulët. Nga mënyra se si më shikoi, u përgjigj Piper. Sikur të mos isha thjesht një fëmijë. Sikur të isha diçka që duhej mbajtur në nënvëzhgim. Një heshtje e rëndë ra mes tyre. Silas ndjeu se po afrohej diçka më e madhe se dhimbja, diçka që lidhej me sekrete të varrosura shumë më thellë se një varr. Ajo grua u shfaq edhe disa herë të tjera, tha Piper. Gjithmonë nga larg. Dhe gjithmonë pasi unë isha te varri i jatit, njëherë e dëgjova duke folur në telefon. Ajo tha emrin tim. Gjaku i Silasit u ftoh. Si e di? E pyeti. Sepse askush tjetër nuk më thërret Piper në atë mënyrë, u përgjigj ajo. Me theks, sikur emri im të ishte diçka e rëndësishme për të. Silas shtrëngoi duart në gjunjë. Mendja e tij po lidhte copza që nuk donte t'i lidhte. Një grua e panjohur. Një fëmijë që shfaqej në jetën e jatit pa dijenin e tij. Një fotografi me një mesazh që tani kishte një kuptim tjetër. Mendova se ndoshta ajo ishte mamaja ime, tha Piper pa pritur. Por nuk është. Mamaja ime kishte flokë më të çelët dhe qeshte gjithmonë. Kjo grua nuk qeshte kurrë. Silas mbylli syt për një çast. Kur i hapi përsëri, vendosmëria kishte zënë vendin e tronditjes. Ti bëre gjën e duhur që mathe këtë, Piper, tha ai. Dhe unë të premtoj se nuk do të lejoj askënd të bëj keq. Ajo e pa me dyshim, si çdo fëmijë që është mësuar të mos besoj premtime. Ja, tha se ti gjithmonë i mbaje premtimet, tha ajo me zë të butë. Silas ndjeu një dhimbje të mprehtë në gjoks, por edhe diçka tjetër. Një përgjegjësi që nuk e kishte kërkuar, por që nuk mund ta refuzonte. Unë nuk munda ta mbaj premtimin e fundit që ai priste, tha ai ngadalë. Por ndoshta ende mund të bëj diçka për të. Piper nuk foli. Ajo vetëm e shikoi duke mbajtur fort arushin e vjetër, si një spirancë në një botë që kishte qenë gjithmonë e pasigurt. Era kaloi sërish mes varreve. Gjethet u rrotulluan rreth këmbëve të tyre. Dhe aty, pranë varrit të një djali 5 vjeçar, 2 jetë që nuk duhej të ishin kryqëzuar kurrë po lidhnin një fill të ri. Silas e kuptoi se kjo nuk ishte thjesht historia e një sekreti. Ishte fillimi i një të vërtetë që do ta detyronte të përballej jo vetëm me të kaluarën e tij, por edhe me njeriun që do të zgjidhte të ishte nga ajo ditë e tutje. Ajo ishte kudo. Në anën tjetër të rrugës kur unë shkoja në shkollë, në park kur luaja vetëm, e ndalur jashtë shtëpisë kujdestare natën, duke parë drejt dritares sime. Zëri i Pipers u ul pothuajse në një pëshpëritje. Flokë të zinj, rroba të errëta. Nuk ja pash kur fytyrën qartë. I the dikujt? Pyeti Silasi me zë të qetë. Ua thash prindërve kujdestar në atë kohë. Ata nuk më besuan. Në zërin e saj kishte një hidhërim shumë të vjetër për moshën e saj. Thanë se fëmijët në sistem shpikin gjëra për të tërhequr vëmendje. Thanë se e imagjinova sepse doja që dikush të kujdesej për mua, por ti nuk e imagjinove. Jo. Ajo ishte reale. Dhe 3 muaj më parë ajo erdhi tek unë. Piper gëlltiti me vështirësi, fyti i saj i vogël u lëviz. Këtu. Në këtë varrez.
Unë isha ullur duke folur me White-in kur ajo u afrua dhe u ndal pas meje. Ajo tha se unë isha fëmia që White-i donte të shpëtonte. Pastaj më pyeti nëse e dija të vërtetën për atë që ndodhi atë ditë. Çfarë i the? U friksova shumë. Vrapova. Piper uli syt, futi dorën në xhep dhe nxori një copë letre të vogël, të rrudhur dhe të ndotur. Dora i dridhej teksa ia zgjati Silasit. Pas kësaj ajo filloi të linte shënime kudo, në çantën time të shkollës, në njastëk, në shtëpinë kujdestare, të futura në gardhin e varrezës. Silasi e hapi letrën me duar që përpiqej t'i mbante të palvizshme. Shkrimi ishte i rregull, femëror, por mesazhi aq i ftohtë sa i shkaktoi të dridhura. Aksidenti nuk ishte aksident. White i dinte diçka të rrezikshme. Pyete Silasin për sekretet e Celestes. Pyete pse vdiq vërtet djali i tij. Toka dukej sikur u anua nën këmbët e tij. Grushti ju shtrëngua rreth letrës derisa nyjet ju zbardhën. Ai ishte një njeri që kontrollonte një perandori, një njeri që asnjë lajm, asnjë armik, asnjë kërcënim nuk e trondiste. Por këto fjalë bën atë që askush tjetër nuk kishte arritur kurrë, e bën Silas Ashfordin të ndjente botën duke u shembur. Sekretet e Celestes. Në javët para aksidentit, Celeste e kishte telefonuar 2 herë. Tani ai kujtonte me një qartësi të dhimbshme. Herën e parë ajo kishte pyetur për disa klientë ndërkombëtar të industrive Ashford, emra për të cilët nuk kishte arsye të interesojë. Herën e dytë ishte e shqetësuar, duke rrotulluar fjalët sikur donte të pyeste diçka, por nuk guxonte. Ai e kishte injoruar, duke menduar se martesa e saj e re me Gareth Sinclairin po shembej dhe ajo kërkonte një arsye për ta kontaktuar. Po sikur të mos kishte qenë për martesën? Po sikur shqetësimi i saj të kishte qenë frikë? Nëse vdekja e White-it nuk ishte aksident, atëherë për 2 vjet Silasi kishte jetuar brenda një gënjeshtre. Ai e pa Piperin. Ajo e shikoi përsëri, me sy blu që kishin parë tepër shumë për një fëmijë 7 vjeçar. Zoti Ashford, unë nuk e di cili është sekreti i Celestes. Di vetëm që ajo grua do që ju ta zbuloni, dhe mendoj se ajo di diçka shumë të keqe për ditën kur vdiq White-i. Silasi u ngrit. Era e tetorit përshkoi varrezën, e ftohtë dhe therse, por jo aq e ftohtë sa ajo që po përhapej në gjoksin e tij. Nuk ishte pikëllim. Nuk ishte pafuqishmëri. Ishte diçka shumë më e njohur, zemërim i ftohtë, i kthjellët dhe pa kufi. Ai telefonoi Knox Beckettin. Gjeta informacion për një vajzë. Duhet ta dëgjosh këtë. Piper Brennan, 7 vjeçe. Në sistem kujdestar. Nëna biologjike, Noela Brennan, e vdekur 4 vjet më parë. Babai, i panjohur. Braktisur në spital 3 ditë pas vdekjes së nënës, pastaj erdhi goditja e vërtetë. Noela punonte si asistente personale për Celeste Ashfordin. Gjithçka u ndal. Kujtimet u kthyen. Një grua e heshtur gjithmonë pranë Celestes. Flokë të errët. Fjalë të pakta. Dhe tani një zarf i mbyllur për 4 vjet që përmbante të vërtetën. Letra e Noeles tregonte gjithçka. Celeste kishte pasur një vajzë në fshehtësi. E kishte lindur në Zvicër. Ja kishte dhënë Noeles për të arritur larg emrit Ashford. Ajo vajzë ishte Piper. Silasi dridhej. Djali i tij dhe Piper ishin gjysmë vëllezër. E njëjta nën. Sekret i varrosur. Një fëmijë i fshirë nga ekzistenca. Në mesnat, në një depo të errët, Silasi u përball me të vërtetën e fundit. Emri im është Tessa Brennan, tha gruaja me flokë të zinj. Noela ishte motra ime. Ajo kishte vëzhguar Piperin nga larg për 4 vjet. Duke e mbrojtur nga hijet. Duke pritur momentin e duhur. Tani nuk mund të pres më, tha Tessa. Ata që vran motrën time janë të njëjtët që vran djalin tënd. Silasi nuk u zmbraps. Më trego gjithçka, tha ai. Çdo gjë që Noela nuk arriti të shkruante. Sepse tani, kjo nuk ishte më vetëm një histori sekretesh. Ishte një luftë. Dhe ai nuk kishte ndërmend ta humbiste. Tessa mori frym thellë, sikur po përgatitej për barrën që kishte mbajtur mbi vete për 2 vjet. Motra ime më telefonoi 2 ditë para aksidentit. Ajo ishte në panik, mezi arrinte të formonte fjali. Më tha se Celesta sapo kishte zbuluar që Wyatt dhe Piperi ishin takuar në park.
2 fëmijë që kishin luajtur bashkë për 3 javë dhe askush nuk e dinte. Por më keq se kaq, Celesta e dinte që Wyatt planifikonte t'ju tregonte për Piperin atë mbrëmje gjatë darkës. Silasi ndjeu nofullën t'i shtrëngoi aq fort sa tempujt I dhembën. E kupton çfarë do të thoshte kjo? Vazhdoi Tessa, zëri I saj duke u bërë më I mprehë. Nëse Wyatt do t'ju tregonte për Piperin, ju do të hetonit. Do të zbulonit që Piperi ishte vajza e Celestës. Teste ADN, dosje mjekësore, certifikata lindjeje, e vërteta do të shpërthente. Dhe kur e vërteta të shpërthente, gjithçka që Celesta dhe Garretti kishin fshehur për vite me radhë, skema e pastrimit të parave, Meridian Holdings, paratë e Mercer që kalonin përmes kompanisë suaj, gjithçka do të shembej. Celesta I tregoi Garrettit dhe Garretti mori një vendim. Tessa e shqiptoi fjalin tjetër ngadalë, fjalë për fjalë, si të ngulte gosht në një arkivol. Garretti punsoi një mekanik për të sabotuar sistemin e frenave të makinës që Celesta do të drejtonte me Wyattin të nesërmen. Pagoi $50,000 cash. Frenat u rregulluan të dështonin vetëm në shpejtësi të lartë në autostradë. Në qytet funksiononin normalisht. Por sapo të ishin në interstat, kur Celesta të shtypte frenat me 80 apo 90 milje në orë, asgjë nuk do të ndodhte. Zëri I Tessës u drodh. Celesta drejtoi makinën atë ditë, nëse e dinte apo jo planin e Garrettit, nuk jam e sigurt. Ndoshta ishte plotësisht e pafajshme në këtë pjesë. Ndoshta jo. Por Garretti dha urdhrin. Këtë e di me siguri. Prova, tha Silasi. Një fjalë e vetme, e rëndë sa 2 vjet zije. Mekaniku është gati të dëshmojë, tha Tessa. Garretti është I vdekur. Organizata Mercer e eliminoi 3 muaj më parë. Ishte shumë I pakujdesshëm. Vrasja e djalit të një shefi të mafjes është lloji I gabimit që Mercer nuk e fal. Jo për moral, por sepse sjell vëmendje federale. Ajo ndaloi një çast. Pas kësaj, Celesta u zhduk. Askush nuk e di nëse është gjallë apo e vdekur, por unë besoj se është gjallë. Ajo iku me një shumë të madhe parash të vjedhura nga Mercer dhe tani ata po e gjuajnë. Tessa e shikoi drejt në sy Silasin, urgjenca duke I djegur vështrimin. Zoti është fort, nëse Mercer zbulon që Piperi është vajza biologjike e Celestës, fëmia bëhet objektiv. Jo për ta lënduar, por sepse është pengu I përsosur për ta nxjerrë Celestën nga fshehja. Dhe fijet e lira gjithmonë priten. Ajo futi dorën në xhaketën e lëkurës dhe nxori një USB të vogël prej argjendi. Motra ime ruajti kopje të gjithçkaje. Çdo telefonat, çdo email, çdo transakcion të palishëm, regjistrime bankare dhe dëshminë e saj të betuar para se të vdiste. Gjithçka është këtu. Silasi e mori USB-n. Ishte I vogël, I lehtë, por mjaftueshëm I rënd për të varrosur një perandori kriminale dhe për të mbrojtur një vajzë 7 vjeçare që flinte në një familje kujdestare me një arush pellushi të vjetër si mburojen e saj të vetme. Në atë moment telefoni I tij vibroi. Mesazh nga Noxi. Mercer po vinë në Pier 19. Ata e din. Ik tani. Zhurma e motorëve u dëgjua. Vrapo. Bërtiti Silasi. Ata u hodhën në errësirën e magazinave. Të shtënat jehuan, metal mbi metal, shkëndia pranë kokës së tij. Silasi vraponte jo për veten, por për Piperin, për të vërtetën, për drejtësinë e Wyattit. Më vonë, në komisariatin e rrugës Pine, USB-ja u lidh me një laptop policor. Detektivja Harl Reed shqyrtoi çdo skedar. Kjo mjafton për një hetim federal të plot, tha ajo. Por e vërteta më e madhe erdhi nga një telefonat, certifikata e vdekjes së Celestës ishte e falsifikuar. Ajo ishte gjallë. Pastaj erdhi mesazhi. Një foto. Piperi duke qarë me arushin në krah. Dhe pas saj një grua me dorën mbi supin e saj. Celesta. Surprizë. Ribashkim familjar në mesnatë. Mos u vono, Silas. Silasi e kuptoi menjëherë. Mercer besonte se kishte Piperin. Por Celesta e kishte marrë e para. Tani kishte 3 palë, Silasi, Celesta dhe Mercer. Dhe në mes, një vajzë 7 vjeçare. Nuk kemi më një armik, tha Silasi me zë të ftohtë. Kemi 2. Dhe të 2 do të shfaqen sonte. Ajo vetëm pohoi me kokë. Tekniku filloi gjurmimin. Telefoni u hap. Silas.
Zëri I Celestës erdhi I pastër, pa filtra, pa përpjekje për ta fshehur. Por nuk ishte zëri që Silasi mbante mend. Celesta që ai kishte njohur dikur ishte e paqëndrueshme, impulsive, e mbushur me ndjenja. Një grua që bërtiste në grindje mesnatash dhe qante në pajtime të mëngjesit. Zëri I Celestës tani ishte I ftohtë dhe I llogaritur, çdo fjalë e peshuar me kujdes, sikur të ishte duke luajtur shah. 2 vjet në errësirë, në arati, duke shtirur vdekjen, e kishin gdhendur në një njeri tjetër. Ose ndoshta ajo kishte qenë gjithmonë kështu, dhe gruaja që Silasi kujtonte kishte qenë vetëm një maskë. Para se të thuash çfarëdo gjëje, tha Celesta me një ton të fortë dhe të kontrolluar, Piperi është e sigurt, nuk është lënduar. Nuk po kërcënohet. Ajo po fle në dhomën ngjitur me timen tani. Ti rëmbeve një fëmijë 7 vjeçar nga një familje kujdestare dhe e quan këtë siguri, u përgjigj Silasi me zë të shesh, por çdo fjalë kishte dhëmë. Unë e shpëtova nga Mercer. Ata dërguan njerëz te shtëpia e padiljes. Unë arrita 15 minuta më herët. Nëse nuk do të kisha mbërritur, ajo tani do të ishte në një bodrum të Mercerit, jo duke fjetur në një shtrat të pastër me arushin e saj. Celesta heshti për një çast. Mund të më uresh sa të duash, Silas, por sonte unë shpëtova vajzën time. Vajzën që ti e linde dhe ja dhe dikujt tjetër për të arritur si një sekret të turpshëm. Një heshtje e gjatë ushtri në linjë. Silasi dëgjonte frymëmarrjen e saj, të ngadalë dhe të kontrolluar, por jo aq të fortë sa ajo donte të dukej. E lexove letrën e Noelës? Pyeti Celesta. Ti e di në çfarë rrethanash ishim atëherë. E di që ishe shtatzën nga një burr tjetër ndërsa po divorcoheshim. E di që e fshehe fëmijën nga frika se do të luftoja për kujdestari. E di që ja dhe vajzën asistentes tënde dhe u ktheve shpinën, tha Silasi ngadalë. Dhe e di që Vajati vdiq. Gareti e vrau Vajatin. Zëri I Celestës u ngrit, pothuajse duke u thyer. Jo. Gareti zbuloi që Vajati kishte takuar Piperin në park. Ai u panikua. Kishte frikë se djali do të ta tregonte ty dhe nëse ti do të mësoje për Piperin, do të tërhiqje fillin dhe e gjithë skema e pastrimit të parave do të shembej. Ajo mori frym thellë. Gareti urdhëroi sabotimin e frenave pa më pyetur. Nuk e mora vesh derisa ishte tepër vonë. Ose ndoshta e dija dhe isha shumë e friksuar për ta ndalur. Ndoshta isha e tmerruar nga Gareti. Ndoshta nga Mercer. Mund të zgjedhësh versionin që do, por duart e mia nuk I pren ato frena. Silasi mbylli syt. Vajati në sediljen e pasme. Shi. Autostradë. Frenat që nuk punuan. Për 2 vjet ai kishte besuar se ishte fat. Tani e dinte se ishte një dënim me vdekje për një djalë 5 vjeçar, sepse kishte guxuar të bëhej shok me personin e gabuar. Pas vdekjes së Vajatit, vazhdoi Celesta, Gareti u bë edhe më I pamatur. Mercer e eliminoi 3 muaj më parë. Unë e dija se do të isha e radhës. Dija shumë. E ndihmova Garetin të hynte në sistemin tënë. Isha hallka më e dobët. Prandaj shtira vdekjen time. Bleva një certifikat vdekjeje false në Miami. U zhduka. Mora para nga llogarit tona të përbashkëta, para që Mercer mendon se janë të tyre. Dhe e vrojtoje Piperin nga larg për 2 vjet, tha Silasi. Po. Pagova njerëz që ta mbanin në nënvëzhgim. E di çdo familje kujdestare ku ka qenë. E di që shkonte çdo ditë në Vareza për të folur me Vajatin. E di që fle duke përqafuar arushin e saj çdo natë. E di që është bërë më e dobët. E di gjithçka. Dhe nuk mund të bëja asgjë, sepse po të shfaqesha, Mercer do të më gjente përmes saj. Deri tani. Zëri I Celestës u bë komandues. Ja plani. Ti e sjell USB-n në magazin në mesnat nesër. Bën sikur negocion me Mercerin. I mban të zënë. Ndërkohë, unë dhe ekipi im I mercenarëve do t'i sulmojmë nga jashtë, do t'i eliminojmë njerëzit e Mercerit dhe do ta shkatërrojmë USB-n. Pastaj unë marr Piperin dhe largohemi në Evropë. Identitet I ri. Jetë e re. Jo, tha Silasi prerë. Piperi nuk shkon askun. Unë jam nëna e saj, u thye për herë të parë zëri I Celestës. Ti e gruaja që braktisi të 2 fëmijët e saj, u përgjigj Silasi. Braktise Piperin kur lindi. Braktise Vajatin kur ja dhe kodet Garetit.
dhe e braktise për herë të dytë kur u ule pas timonit të një makine të sabotuar. Heshtje. Pastaj, më e vogël, më e thyer, e doja vajatin në mënyrën time të shtrembër. Dhe e dua Piperin. Dua vetëm që ajo të jetë e sigurt. Silasi mori vendimin. Mirë. Do të ndjek planin tënë. Magazina e vjetër Ashford ishte e mbuluar nga mjegulla dhe drita e hënës. Silasi hyri vetëm. USB-ja origjinale ishte në xhepin e brendshëm. Mikrofoni nën këmish transmetonte gjithçka. Dhe aty, në një dritë të vetme industriale, ishte Piperi, e vogël, e mbledhur mbi vete në një karrige druri, duke shtrënguar arushin në gjoks. Kur e pa Silasin, në sytë e saj blu u ndes diçka e vogël, por e qartë, shpresë. Merceri doli nga hijet. USB-ja, tha ai ftohtë. Silasi ja dha. Pastaj dera shpërtheu. Askush të mos lëviz. Lëshoni vajzën time. Celesta hyri me armë në dorë. Tensioni u trash. Armë nga të dyja anët. Dhe në mes, Piperi. Askush nuk vdesonte, tha Silasi me zë të ulët. Ai preku mikrofonin në gjoks. Çdo fjalë po transmetohet drejt për drejt te policia. Fytyra e Mercerit u ngrirë. Celesta u zbe. Në atë çast, Piperi vrapoi. Jo drejt Celestës. Drejt Silasit. Ai doli përpara dhe e mbrojti me trupin e tij. Për herë të parë, ai u bë mburoj. Preke vajzën dhe organizata jote nuk do të ekzistojë nesër, tha ai. Armët u ulën. Dritat shpërthyen. Policia dhe njerëzit e Silasit hynë njëkohësisht. Mercer u arrestua. Celesta u ndalua nga detektivja Harl Reed, më vjen shumë keq, Piper, tha Celesta, duke u thyer. Piperi nuk u kthye. Ajo vetëm u mbajt fort pas Silasit. 3 muaj më vonë, në varrezat Valley Green, Silasi dhe Piperi qëndronin pranë varrit të vajatit. Ajo ishte ndryshe tani, e ushqyer, e veshur ngrohtë, me dorën e vogël të sigurt në dorën e tij. A e di vajati që jemi familje tani? Pyeti ajo. Mendoj se po, tha Silasi. Ai më shpëtoi 2 herë, tha Piperi. Silasi u ul në gjunjë. Jo. Ti më shpëtove mua. Ajo e përqafoi fort. Dhe ai e mbajti. Gati për në shtëpi, baba? Tha ajo. Një fjalë e vetme. Por mjaftueshëm për të mbushur një boshllëk 2 vjeçar. Po, zemër, tha ai. Le të shkojmë në shtëpi. Dhe ndërsa largoheshin, dielli i zbeth i dimrit ndriçonte gurin e ftohtë ku pushonte një djalë 5 vjeçar që kishte bashkuar një familje edhe për te vdekjes.